Fatin e kuvendit shumë shpejt mund ta ketë edhe qeveria e Kosovës. Kjo për faktin se partitë opozitare shumë shpejt pritet të përshkallëzojnë veprimet e tyre. Opozitarët kanë deklaruar për Tribuna Channel se përveç bllokimit të kuvendit, synojnë edhe bllokimin e qeverisë. Këtë gjë do ta bëjnë duke i ftuar qytetarët që të protestojnë para hyrjes së qeverisë, gjë e cila do të ndikonte në bllokimin e funksionimit të qeverisë. Lideri i lëvizjes vetvendosi thotë se zbatimi i këtyre marrëveshjeve në Republikën e Kosovës e shbën në Republikën dhe në këto rrethana qytetarët sipas tij nuk do të qëndrojnë duar kryq dhe nuk do të lejojnë zhbërjen e saj. Ai thotë se pjesë e kundërshtimit në mënyrë të pashmangshme do të jenë edhe protestat. Kemi marrë disa masa përmes të cilave e kemi zgjeruar protestën tonë që nga rrugët e qyteteve dhe sheshet e kryeqytetit të Republikës e deri në kuvendin, në sallën e kuvendit të Republikës Kosovës. Aktualisht jemi të përfshirë në procesin e të peticionit që është mbledhur nga qytetarët, ku kanë nënshkruar afërsisht 200 isësh dhe natyrisht që në këtë kundërshtim tonin të pjesë përbërëse këtij kundërshtimi do të jenë edhe protestat dhe demonstratat e qytetarëve, të cilat do të organizohen nga 3 subjektet opozitare në një kohë optimale për ta. Në këtë linjë është edhe Pal Lekaj, nënkryetar i AAK-s. Lekaj ka bërë me dije se opozita është e vendosur në kërkesat e tyre. Në të njëjtën kohë, ai ka paralajmëruar për shkallëzim të veprimeve. Përpos bllokimit kuvendit, ne do të mendojmë që të bllokojmë edhe qeverinë me qytetarë, me ftesë, duke i ftuar qytetarët në protestë dhe para qeverisë. Prandaj nuk do të lejojmë që qeveria të funksionojë derisa nuk do të reflektojë. Shefja e grupit parlamentar të Nismës për Kosovën, Valdete Bajrami, thotë se shtyerja e mbledhjes së kryesisë është një sinjal i reflektimit të pushtetit. Sipas saj, nuk mund të vazhdohet me seanca në kohën kur si opozit janë të vendosur për të bllokuar kuvendin. Ajo ka paralajmëruar se në rast se opozita nuk i përmbush kërkesat e tyre, atëherë opozitare do t'i përshkallëzojnë veprimet e tyre. Nuk mundet qoftë kryeministri, qoftë dikush tjetër të janë shkaloj mbi 180.000 nënshkrime, cilët janë kundër kësaj marrëveshje. Dhe unë po them nuk presim gjë tjetër pos që ata të reflektojnë dhe derisa nuk reflektojnë e i ftojmë gjithë ata qytetarë të cilët kanë nënshkruar peticion të jenë në Prishtinë. Opozitarët janë të bindur se protestat e organizuara do të jenë më të mëdha të organizuara pas luftës.